O ju bura, bëhuni të sjellshëm ndaj grave. Një burë përshkruan gruan e vet dhe thot: para disa netëve i shtrin mbi shtratin tim dhe disa minuta para se të flej, ja drejtova shikimin tim gruas sime e cila ishte në gjumë dhe fillova ta meditoj gjendjen e saj në vetvete dhe them: e mira, pasi që jetoj me vite në mesin e prindërve dhe familjarëve, erdhi të flej përballë një buri të huaj për të. E la shtëpinë e prindërve, e la përgdheljen e tyre, e la kënaqësinë në shtëpinë e familjes së saj dhe erdhi të një burr i cili e urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqja, dhe të cilit i shërben në atë që është i kënaqur Allahu, dhe kjo e tëra për hir të fesë së saj. Pastaj ja parashtrova vetvetes disa pyetje. Si mundin disa burra të rrohin gratë e tyre dhe të përdorin forcë mbi to, pasi që ajo e la familjen e saj dhe erdhi te ai? Si mundin disa burra të largohen nga shoqëria e grave të tyre dhe të shkojnë me shok në restoranet e të hanë dhe të mos mërziten as pak për ato që i lanë në shtëpi? Si mundin disa burra ta kalojnë më shumë kohën e tyre jashtë, se sa kohën e tyre ta kalojnë me gratë dhe familjet e tyre? Si mundin disa burra që shtëpinë ta bëjnë burg për gratë e tyre, mos i nxjerrin jashtë as pak dhe mos t'i shoqërojnë? Si mundin disa burra t'ja lejojnë vetvetes që gratë e tyre të flanë me zemra të thyera e të zemëruara dhe me sy të përlotura? Si mundin disa burra të udhtojnë dhe t'i lajnë gratë dhe fëmijët e tyre dhe gjatë udhëtimit mos të interesohen as pak për ta? Si mundin disa burra të jenë të shkujdesur ndaj përgjegjësive për të cilat do të jep llogari para Allahut, ashtu si na ka lajmëruar i dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qoftë mbi të? O ju burra, bëhuni të sjellshëm dhe të butë ndaj grave. Ato nuk i fisni krahun përveç se fisniku.